Fiati u plagos me armë, djali Flamurmanes akuzon fqinjen. Baba ndonin ta vrisnin me çifte. Detajet të re kanë dalë lidhur me ngjarjen që është regjistruar në një fshat të Lushnjës, ku 66 vjeçari Flamurmane mbeti plagosur në orët e para të mëngjesit nga një person që kishte shkuar të vidhte në stanin e tij sipas njoftimit të policisë. Por djali i 66 vjeçarit ka tjetër version lidhur me ngjarjen. Djali Flamurmanes thotë se ngjarja është më e thellë se kaq. Ai tha se mes dy familjeve ka patur konflikt që datojnë deri në një dekadë më parë. Në një prononcim për media, djali Flamurmanes pretendon se në të vërtetë kanë qenë dy persona në vendngjarje. Det Dedaj, 65 vjeç, autori sipas policisë, dhe djali i tij, Gjovalin Dedaj. Por sipas djalit të plagosurit, kanë qenë Gjovalini ai që ka shkrepur armën e gjahut ndaj babait të tij. Djali Flamurmanes thotë se autori ka tentuar të vrasë babain e tij me çifte në fytyrë. Ai pretendon se familja Dedaj ka vjedhur vazhdimisht familjen e tij. Na kanë vjedhur kalin, ngjarje raportuar në polici. Na kanë helmuar pulat, më pas djali i vogël i Fatmirit, Rifat Dedaj, ka sharë babain tim dhe më pas e ka goditur vllain tim i cili jeton në Itali, u shpreh djali Flamurmanes. Babai është goditur për t'u vrarë me çifte në fytyrë, ku i kanë ngelur dhe saçmat. Është dashur ndërhyrja në spitalin ushtarak për heqjen e tyre. Konflikti ka ndodhur në 10 vite më parë. Më pas na kanë vjedhur vazhdimisht, na kanë vjedhur kalin, ngjarje raportuar në polici, na kanë helmuar pulat. Më pas djali i vogël i Fatmirit, Rifat Deda, ka sharë babain tim dhe më pas ka goditur vllain i cili jeton në Itali. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Plug, e din të gjithë, shprehur ai.